realisht, po të them këtë. Jo, Klodi thot, si infermierët, mi vini të gjepi. Nuk i prek, normal që i prek. Por që, se cili ka ato qëllimin e ti në jetë apo këtë di unë. Por, realisht, nëse unë në telefonin tim kam mesazhe nga moshat të ndryshme, nga njerëz të ndryshëm që më dërgojnë mesazhe, do më thënë që mbasi mbaroj një, pa më dërguar mesazhe. Po në fund të një seance joge, ndihem më i përmbushur se sa kur mbaron, më jep atë pagesë, edhe mund tiki pa thënë dashuria. Dashuria që ti ke për profesionin, ka rastisur e tillë që është pra themi po prap tek ajo që jo, vjen një pikë, unë jam me Klodin. Vjen një pikë që nuk të përmbushin më as lekët. Po mirë, pse si bëni bamirësi ato lekët pastaj, me që si pëlqej kanë lekët. Dgjoj, kush tha ti që nuk bëjmë? Unë nuk mendoj. Po ti se the. Si? Se po ta kishe thënë? Po pse? Se ju besoni këto bamirësit që bëjnë sidomos në fund viti? Jo. Se ti mendon se vërtet ato lekë shkojnë ka ata njerëzit nevojë? Nuk e di. Unë kur flas për bamirësi, nuk e di tani. Jo, më dëgjoj një sekond. Kur flas për bamirësi, flas për shembull ana ime që vetë për shembull bëj yoga falas në për shtëpive të fëmijëve. Vetë i bëj për shembull yoga falas tek moshat e treta që janë pensionistë. Pra, këtë kam mundësi unë të bëj. Kjo është bamirësia ime. A kupton? Domethënë pastaj nëse do kisha mundësinë bamirësia. Por pjesën që vjen një pikë që përmbushesh ose jo, kjo është totalisht individuale. Si individuale? Personalisht. Ja, vazhdo. është individuale dhe pak me moshën, kështu që e kupton me moshën bëhen edhe më të pangopur, duke qenë se jeta ndoshta i ka strapacuar dhe i ka lodhur shumë edhe çdo vit që kalon nëse nuk po flasim për ata lloj njerëzish, po flasim për njerëzit që janë të përmbushur me veten. Pak njerëz të përmbushur me veten, që do të mjaftojë patjetër që ka njerëz që janë të përmbushur me veten, kur arrin një farmoshe, kur ke kaluar disa gjëra në jetë, patjetër dhe kupton që kënaqësia që ti ke në jetë është njerëzit që të thalin dashuria që merr për ditë, respekti që merr nga njerëzit, ndonjëherë të vlen shumë më shumë se ato lek apo të ardhura. Ti japësh. Patjetër, po flasim për njerëz që kanë dhënë shumë në jetë dhe nuk flasim vetëm për gjëra materiale, më beso. Arrin një pikë që nuk ka më vlerë të t'japin në marrëdhënie pune, në çfarë do lloj marrëdhënie, ti mund të marrësh lek sa të duash, por nuk je i plotësuar shpirtërisht, ato lek nuk kanë vlerë. Tani, nata e vitit 3 është edhe një natë shumë e çuditshme premtimesh, premtojmë fëmijët që nuk do bëjmë më gabime, do sillen më mirë, do dëgjojmë mamin, do dëgjojmë babin. Sa vjen data 1 harrojnë të gjithë. Sa hapin ato dhuratat po shpemës është pse vetëm fëmijët kur e bëjnë të mëdhenj, jo më fëmijët. Po mirë, mendoj që festat e fund vitit janë veshur gjithmonë me një magji, e cila ka patur patjetër po magji që zgjat shumë pak, e kupton? Magji duke filluar që nga babagjyshi, që nga ideja e të shënurit. Ne kemi nisur me gënjeshtër. Është nisur, po. Është nisur me është një festë gënjeshtër. Nuk sollon dhurata po. Po kemi babagjysh gënjeshtër si festë.